Në kohën kur tensioni në Afganistan është rritur për shkak të masakrës së ndodhur në Kandahar, kancelaria gjermane Angela Merkel zhvilloi një vizitë surprizë në këtë vend. Në masa të forta sigurie, Merkel vizitoi trupat gjermane të dislokuara në një kamp në Mazar-i Sharif, ku informua për gjendjen e ushtarëve. Në fillim të vizitës u përkujtuan edhe 50 ushtarët gjerman që kanë humbur jetën gjatë misionit të tyre në Afganistan. Merkel pati një bisedë telefonike me presidentin afgan Hamid Karzai nga Mazar-e Sharif, ku i shprehu atij ngushëllimet personale për veprimin e tmerrshëm të ushtarit amerikan. Ajo siguroi Karzain se NATO do të bëjë gjithçka për të zbardhur këtë ngjarje. Kjo është vizita e katërt e kancelares në këtë vend. Merkel duhet të mbërrinte në Kunduz, por ajo u detyrua të ndërrojë destinacion për shkak të dëborës së dendur. Vizita e saj më parshme në Afganistan ndodhi dhjetorin e vitit 2010, kur u takua me ushtarët gjerman në vigjilje të Krishtlindjeve. Gjermania ka 4800 trupa të vendosura në Afganistan, kontingjenti i tretë më i madh pas Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, dhe tërheqja e tyre është parashikuar të ndodhë brenda vitit 2014. Vizita e Merkel vjen në një periudhë delikate kur zemërimi ndaj amerikanëve është rritur për shkak të djegjes së Kuranit në një bazë ushtarake dhe tragjedisë së vrasjes së 16 civilëve nga një ushtar amerikan.